Mirë, të nderuar teleshikues, jemi rikthyer sërish pra në pjesën e dytë për të ndalur tashmë tek politika në vendin tonë. Egon Erion Veliaj ka kundërshtuar në gjykatën kushtetuese vendimin për shkarkimin e tij nga detyra pra e kryebashkiakut Tiranës, i marrë ky pra nga Këshilli i Ministrave më datën 25 shtator. Duket tashmë sikur ka nisur një hakmarrje pra vendimin që u mor për shkarkimin e tij dhe nga ana tjetër veprimi i fundit i Erion Veliajit. Pra po më pyet nëse është hakmarrje. Si është ti pra, mund të jetë një përplasje mes të dyve apo vërtet ka nisur ajo hakmarrje po mendoj? Jo, nuk mendoj. Paktën deri tani. Ndoshta më vonë pritet për tu parë, por deri tani që flasim nuk mendoj që hapat procedural që zoti Veliaj ka ndërmarr përkthehen në përplasje politike me zotin Rama. E kundërta do të bënte çudit gjithëve nëse zoti Veliaj nuk do të ankimonte në kushtetuese vendimin për shkarkimin e tij. Pse them? Sepse është rrjedhë natyrshme e mënyrës se si gjëra kanë shkuar deri tani, pra ankesa e vazhdueshme e zotit Veliaj për mënyrën se si po mbahej në qeli. Kërkesa e tij për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak kur u propozua shkarkimi i tij. Dhe tani vendimi i avokatëve të tij për ta ankimuar në gjykatën kushtetuese është rrjedhoj e natyrshme e të gjithë këtij rrugtimi që Veliaj kundërshton mënyrën procesin e drejtësisë ndaj tij. Nëse ai nuk do ta kishte ndërmarrë këtë hap, pra për momentin mbetet thjesht një çështje ligjore po. Ajo sigurisht që është çështje politike në thelb, nuk është çështje ligjore, por po them, është në vimësinë e natyrshme të asaj që zoti Veliaj ka bërë deri në këtë moment, se çfarë do ndodh më vonë, pritet për tu parë. Mirë, po nga ana tjetër e dim tashmë që Tirana pra mbetet bastioni më i madh elektoral në vend, ndaj çdo pezullim apo nga ana tjetër edhe ndryshim në drejtimin e bashkisë ndikon, po them, drejt për drejt në llogaritjet e Partisë Socialiste. Në fakt, nëse do të ketë një luftë politike, është pikërisht ajo nga ana e zotit Rama. Pse e them këtë? Ankimimi në gjykatën kushtetuese ka zhulluar procesin e mundshëm të shpalljes së vakancës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zotin Veliaj dhe pastaj shpalljen me dekret nga ana e Presidentit të Republikës të zgjedhjeve të parakohshme. Pra e ka bllokuar këtë proces sepse duhet pritur po themi vendimi i gjykatës kushtetuese. Por komentatorët politik thonë që zoti Rama mund të mos e pres po themi gjykatën kushtetuese. Mund të ndodhë që sot, nesër ose ditët tani afër ta çoj për vakancë, po themi, dhe Presidenti i Republikës të nxjerrë dekretin dhe të shpallë zgjedhjet e parakohshme duke përfshirë këtu edhe Tiranën. Kjo në fakt do të ishte një, si thua, nisje e një lufte politike. Nëse deri tani kemi vetëm hapa procedural, po themi, mund të niste përplasjen e vërtet politike. Shpesh e politikanët arrin ta kthejnë pra sfidat të mëdha ligjore apo hetimore në instrumente po e shuaj për të forcuar kështu dhe imazhin e tyre pra politik sigurisht. Si ndikon Egon ky pezullim? A mund ta shndrojë Veliaj këtë betejë ligjore në një kapital politik për veten e tij? Jemi ende herët për të folur për kapitalin politik që zoti Veliaj mund të përfitojë nga e gjitha kjo që po i ndodh. Sigurisht që ai është përpjekur që në opinionin publik patjetër të hedhë tezat për ndjekje, po them politike, për persekutim të padrejtë, për mbajtje pas një akuzë në qeli. Megjithatë, zoti Veliaj deri tani është shprehur madje dhe në reagimin e 15 shtatorit, mos gaboj, a 17 shtatorit, se nuk po kujtohem data tani kur ishte kjo çështje që këshilltarët bashkiak duhet të mblidhin firmat për ta propozuar shkarkimin e tij në Këshillin Bashkiak. Ai sërish tha që këtë gjë nuk po ma bën as Partia Socialiste, pra mbajtje në qeli, as Partia Socialiste dhe as kryetari i saj Rama. Pra ai vijon të jetë, po të themi kështu, politikisht nën çadrën e socialistëve. Se çfarë do të thotë kjo grumbullimi i kapitalit politik, nëse ne po kuptojmë pra atë që pyete ti në fillim, pra nëse ky po i del kundër politikisht Edi Ramës, nëse po krijon fraksion brenda Partisë Socialiste përmes këtij veprimi, nëse në një të ardhmen do të shkëputet po themi nga Partia Socialiste me kapitalin politik që mbledhi gjatë kësaj kohe, unë nuk e shoh ende në këtë moment që flasim tani se çfarë parashikojmë të ndodh mbase në gjithë e kuptojmë, por nuk mund ta them dot. Mirë, të rikthehemi tek vendimi i Veliajit. Çfarë ndodh? Cilat mund të jenë skenaret pra nëse Veliaj, nëse gjykata kushtetuese e rrezon ose e pranon ankimin e tij? Nëse domethënë
Pra, për momentin po ha mendsoj. Shiko, unë mendoj këtë gjë që edhe e kam thënë dhe herën tjetër, kur kemi diskutuar. Ky është një proces politik, po them, kryekput politik, nga ana e Zotit Rama dhe e Partisë Socialiste. Ky është një proces që do ta çojë deri në fund zgjedhjen e një titullari të ri të Bashkisë së Tiranës, e ankimon zoti Veliaj në gjykatë, pra ai tashmë e ka ankimuar, po themi e fiton zoti Veliaj apo nuk e fiton zoti Veliaj këtë gjë në gjykatën kushtetuese. Pra zoti Veliaj është në një proces ligjor, në një proces me drejtësinë, do duhet i shkojë deri në fund këtij procesi me drejtësinë dhe për momentin unë këtë shoh rrugën e vetme të zotit Veliaj. Nga ana tjetër thash që rrugën e vetme të Bashkisë së Tiranës unë shoh atë që do të ketë një kryetar apo një kryetare të re në këtë institucion. E qartë, nga ana tjetër, Egon, pritet që ky proces vërtet të ndikojë dhe mbi rivalitetin e brendshëm në Partinë Socialiste? Rivalitetin e brendshëm, po, shiko, unë mendoj që Partia Socialiste që prej ardhjes në pushtet në vitin 2013 ka patur shumë rivalitetet e brendshme, të cilat fatkeqësisht për drejtësinë shqiptare janë konsumuar në drejtësinë shqiptare, po themi. Kujtojmë këtu rivalitetin me zotit Veliaj dhe zotit Tahiri. Për ta sjell deri në momentet që ne flasim rivalitetin midis zonjës Balluku dhe zotit Veliaj. Po çuditërisht kur ka pas rivalitet të kësaj natyre, ka ndërhyrë drejtësia, gjë që ngre shumë pikë pyetje. Fakt për bashkëpunimin midis politikës dhe drejtësisë, po jo në mënyrën se si ne do donim që të funksiononte ky bashkëpunim. Kështu që për momentin në Partinë Socialiste nuk ka një tjetër rivalitet, po them aq të rëndësishëm sa ky i fundit, i cili po konsumohet edhe përmes drejtësisë. E qartë, mirë, nga ana tjetër, ashtu si e the dhe ti në fillim, pra kemi kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotin Gazmend Bardhi, i cili ka renditur një sër akuzash të rënda ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke cilësuar atë pra si një simbol të korrupsionit në qeveri. Sa efektive i sheh këto akuza Egon ndaj Ballukut? Po, me thënë të drejtën, në qoftë se këto akuza nuk shoqërohen edhe me fakte të provuara apo me denoncime konkrete, këto ngelen në kuadrin e retorikës politike, ti e hajdut, ti ke vjedhur, ti ke bërë këtë, ti ke bërë atë. Pra, është ajo retorika e zakonshme që ne e dim që kur kemi nisur këtë zanat në media. Konkretisht bëhet fjalë për pra zoti Bardhi, me sa unë kam kuptuar, ka bërë një kërkesë për gjendjen e një çështje të cilën ai më duket e ka denoncuar në prokurorinë e posaçme dhe i ka ardhur, sipas zotit Bardhi gjithmonë, i ka ardhur një përgjigje ku kjo çështje i është thënë që është ende në hetim. Por ne nuk kemi një përgjigje nuk kemi një reagim zyrtar nga prokuroria e posaçme. Pra, kemi vetëm atë që thot zoti Bardhi, dokumentin që ka nxjerrë zoti Bardhi, nuk është se kemi një reagim nga prokuroria e posaçme vetë. Bëhet fjalë për implantin voltaik tek diga e Zadejës, rreth 8 milion euro, pra për të cilën ai ka kallëzuar zonjën Balluku. Tani, ki parasysh që sapo ka nisur sezoni i ri politik, ki parasysh që edhe për shkak të asaj seancës parë të votbesimit të dytë më saktë, të votbesimit qeverisë, tensionet kanë nisur mjaft të larta që në fillim të legjislaturës, kështu që këto janë gjëra të pritshme. E qartë, mirë, e mbyllim këtu bisedën së bashku, ndjekim insertin me pas rikthehemi. Erion Veliaj ka kundërshtuar në gjykatën kushtetuese vendimin për shkarkimin e tij nga detyra e kryebashkiautit të Tiranës, i marrë nga Këshilli i Ministrave më 25 shtator. Ankimi i tij pezullon automatikisht firmën e kryeministrit Edi Rama për shkarkimin e tij, si dhe bllokon mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme për Bashkinë e Tiranës, deri kur gjykata të dalë me një vendim. Shërtimi i një kërkese të tillë pritet të zgjasë disa muaj, duke penguar planet e PS për mbajtjen e zgjedhjeve sa më shpejt. Veliaj thotë se vendimi është i palishëm dhe antikushtetues. Ai argumenton se Neni 62, të cilit u referua në propozimin për shkarkimin me argumentimin se nuk është paraqitur për 3 muajsh në detyrë, nuk mund të zëvendësojë Neni 115 të Kushtetutës, i cili përcakton se shkarkimi nga Këshilli i Ministrave bëhet vetëm për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve. Veliaj thekson se shkarkimi mund të merrë vetëm kur të kishte një vendim të formës së prerë, pasi atëherë mund të cilësohej si një shkelje e rëndë e ligjit apo Kushtetutës.
Mirë, kemi ndikur insertin dhe sot për diskutuar me këto zhvillime dhe të tjera, kemi të ftuar zotin Arjan Galdini. Zoti Galdini, ju përshëndesim. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Zoti Galdini, përshëndetje. për ta nisur me insertin që sapo dëgjuam së bashku dhe me vendimin e fundit pra të zotit Erion Veliaj, si e shihni tashmë? A mund të ketë nisur vërtet hakmarrja midis kryeministrit shqiptar Edi Ramës dhe nga ana tjetër Erion Veliajt? Shiko, unë kam një tezë që ndoshta do dalloj nga ato që keni dëgjuar në tregun mediatik shqiptar. Unë nuk besoj se ka një konflikt mes Ramës dhe Veliajt. Unë mendoj që ka një marrëveshje për të menaxhuar një situatë që është luz dhe për të rikuperuar gjithçka që është e mundshme në kjo situatë. Besoj që e gjithë strategjia ka disa fraksione, të paktën sipas këndvështrimit tim, ka atë që quhet pjesa e betejës juridike për të ndihmuar dhe për të lehtësuar Veliajin, por është edhe pjesa politike pikës pari për të mbajtur gjallë dritën politike të Veliajit, pra flakën politike të Veliajit, nga ana tjetër për t'i dhënë Veliajit një rol përmbi partinë, përtej partisë, që nëse diçka ose ndonjë mundësi do të shfaqet për lehtësimin e situatës së tij ligjore, ai të jetë prapë në fushën e lojës me ambicie politike ose të paktën me ambicie të ndikimit publik. Një tjetër fraksion, sipas mendimit tim, ka qenë një kalkulim i pastër politik nga zoti Rama, pse gjithmonë ai e zë opozitën nga fil, pra ka tentuar që edhe njëherë të provoj faktin se opozita nuk ka figura, nuk ka njerëz me të cilët konkuroj, pra nuk ka një ekip. Imagjinoni pak çfarë do të thotë për një opozitë që ka të vështirë të zgjedhë një kandidat. Vetëm mendojeni pak, mbyllni pak syt dhe imagjinoni. Gjëja e parë do të thotë që opozita nuk është atraktive. Pra njerëzit nuk e shohin veten më garues me siglën e kësaj opozite sepse e shohin që nuk kanë shanse fitimi. Nga ana tjetër njerëzit kanë një problem tjetër që në politikë ndonjëherë të hyn edhe duke marrë parasysh të gjithë koston e betejës për humbjen. Por të paktën ti mendon se në këtë garë do të jepet mundësia të ekspozosh vetveten, shfaqesh vetveten dhe ti të ndërtosh profilin tënd publik personal për vazhdimsinë tënde. Dhe kjo është normale për çdo njeri që hyn politik. Mënyra se si opozita i përplotson kriteret e saj, pra i shfaq publikisht kriteret e saj, e bën të pamundur që të ketë njerëz që janë të gatshëm të humbasin dhe të humbasin tre fish, pra të humbasin garën, të humbasin personalitetin e tyre